mirë se vini në edhe një tjetër podcast përmes me. Takohemi përsëri kësaj jave ku zëri im bashkohet me zërin e të ftuarit që kam sot dhe bashkë do të ndajmë një histori frymëzuese, interesante. Do të flasim, do sjellim në fakt një rrëfim interesant për një muzikant, për një artist i cili është rritur në hijen e një legjende, por gjithashtu edhe në dritën e vetvetes. Këtu para meje kam Lindon Berishën, i cili do të na rrëfej pak më shumë për veten, për jetën e tij, për përgjegjësinë që mbart mbi vete duke qenë djali i një artisti të madh siç është legjenda e rokut shqiptar Agron Berisha, po edhe vllai i këngëtares tonë shumë të dashur Elzana Berisha, e cila i mungon shumë skenës tonë, po edhe për atë do ta pyesim dhe do të flasim patjetër. Mirë se vjen Lindon. Mirë se ju gjeta, më vjen mirë dhe është kënaqësi e veçantë për mua të jem këtu para teje mas pari edhe para publikut ton këtu. Edhe shpresoj që përmes meje dhe teje të jemi një, domethënë të japim një frymëzim gjeneratave që na prinë dhe që të jemi një shembull i mirë. Urojmë që t'jetë ashtu, unë nuk dyshoj, pasti edhe ti vetë je një shembull i mirë për të ndjekur. Faleminderit. Edhe do ta nisi pikërisht me atë që edhe nisa në hapjen, domethënë të këtij bashkëbisedimi. Si është domethënë të rrizesh në një familje ku muzika është në ADN, domethënë ti ke edhe babin, edhe mamin, edhe motrën, duket vetëm vllai nuk është përfshi. Edhe Apo vllai ai ka kur ka qenë po ai i madhi njëjtë në shkollë të pianos, po ai herët e ka deviju rrugën edhe ka kalu në futboll. Pothuajse gjithë ashtu kemi një lidhje të veçantë me muzikën, të paktën veshin, secili e ka veshin muzikor ashtu ta quaj. Edhe ka një lidhje të ngushtë me muzikën, por kështu më profesionalisht kom ngel unë i vetëm në atë anijen e familjes. Domethënë, e lundroj vetë atë anije dhe është një përgjegjësi shumë e madhe siç e ceke. Është fat i imi që normal Zoti domethënë ma ka fal atë ADN që muzika t'jetë në sistemin tim tash. Edhe tash përveç që reprezentoj edhe barën e babait, nanës njëjtë që edhe ajo ka qenë një bashkëudhëtare në karrierën e babait, po këtu normal që e kam edhe atë barën që si model për mua ka qenë edhe motra ndër vite, për karakterin rebel që e ka pas në stilin e saj. Ajo ka qenë në atë kohë shumë larg pamse, Është shumë vizionar. krijimit të muzikës, pasi për kohën kur ajo ka krijuar muzikë. Tani po diskutoj si analist. Po tamam, jo si motra ime se mos t'i gjesi kur po e livdoj tash. Muzikën, pasi në kohën kur ajo domethënë ka kriju projekte muzikore, ajo ka qenë shumë në hap përpara me artistët e asaj kohe, domethënë zhanri, stili, mënyra se si ajo i bënte këngët ka qenë tamam kështu vizionare dhe jam e sigurt që ajo po të kishte qëndru në skenë, gjitha këto artistet që janë tani top të momentit, jam e sigurt që do i kishe shkel kështu. Mos pa përdorur. Po, tani normal që mu më duhet dal nga modestia për këtë pjesë, për kohën atër që e ka lëvru atë profesion dhe që ka sjell një freski në skenë, është tash një kuraj shumë e madhe dhe një guxim të frikshëm, kështu që ajo si ka mungu asaj, edhe ka qenë ashtu shumë largpamse siç e ceke edhe ti, edhe nuk është frigu as nga paragjykimet, as nga mentaliteti pak i zbekt që na ka përcjell. E kemi pas si një hije që në atë kohë që e ceke. Ka fyer vazhdimisht stereotipe, po. 90-tat, më thonë. Por fati saj ashtu deshti që pak më herët ta merr një hap pak më të rëndësishëm në jetë familjare dhe tani E pastaj prioritetet në jetë të ndryshojnë. të ndryshojnë, po, pa prit mas edhe normal mori rrugën për në Amerikë, ajo rrugë nuk është as pak e lehtë, sidomos kur bëhesh edhe familjare, por ditë them se ajo sot e kësaj dite muzikën e dashuron dhe e don si një fëmijë. Do thonë e ka si fëmijë tjetër në zemrën e saj, po ja që ashtu ekziston gjithmonë ajo dëshira që ti nxizon. A mendon se ka gabuar që është larguar nga muzika? Po tani shif, ajo është e dyanshme, ka gabuar se ka mund ta shtroj atë potencial goxha shumë edhe të shërben si një shembull, si një model shumë, domethënë
i fuqishëm në tregum, por që nganjëherë edhe nuk ka gabu, ka bo besoj zgjidhjen e duhur që tani i ka rrit 4 fëmijë, si drita, nipat edhe mbesa ime, që i dua shumë. Ata a i merren ndonjëri me muzikë? Jo, jo, Nuk për kanë xhama për me që di po asnjëri nuk në fillim kur ishin më të vegjël ashtu mbesa ashtu ka pak këndonte, po kishim shpresa që mos rastësisht mos e ka përcjell nga nana, po jo. Tani edhe ata kanë drejtime tjera, domethënë kanë përcjell kështu Po Erzani shpera. këndon akoma? Po nëpër shtëpi ashtu këndon, po, ende e ka atë, mendoj kur e dëgjoj ndonjëherë kështu tu këndu, e ka atë potencën vokalin e saj ende kështu, sikur dje e ka lanë muzikën, po. Po, çfarë moshe ke qenë ti, domethënë ke qenë i vogël besoj kur është ndarë nga jeta babai, po gjithsesi sigurisht që ti e kujton dhe ke kujtime të bukura me të. Çfarë është ajo që të ka lënë ndoshta ndonjë kujtim të veçantë që çdo herë e merr me vete dhe e kujton? Nga kujtimet më të veçanta ka pafund, kështu nuk do t'na del as podcasti deri në fund që ti shpalos, po ato se mu kishte si ma i vogël që isha i familjes, pak ma i llastumi, normal. nga ana ti kam qenë pak ma shumë i llastum, kështu m'ka marrë gjithmonë me vete ajo ndjenja kështu kur kam shku nëpër studio t'ndryshme, domethënë kam qenë ball për ball Edhe me artist. me artista tjerë, po Ta shohësh nëpër procesin se krijohet një konceptin e kam ndjek shumë i ri, po nuk e kuptoja, normal që nuk e kisha dëshirën aq i vogël, domethënë, ajo shumë më vonë ka ardhur, por ja që më mirë vonë se kur. Se që ato kujtime mu do m'përcjellin tër jetën, edhe Kam qenë mend ndoshta ndonjë fjalë, ndonjë këshill që t'ka dhënë atëherë si i vogël e që e kujton. këshill, kështu ndonjë këshill konkrete nuk është se ndoshta po m'kujtohet tani, po që atë dëshirën e fortë, atë lidhjen e fortë me muzikën që e kishte, që ishte ekstrem i përkushtuar, edhe e kishte atë një vrull t'madh, domethënë mënyra se si na i prezantonte ato demot, ato copzat, materialet e reja, gjithmonë na i lunte neve Ju keni qenë për shpejt. premiera në Po, premiera e parë, normal, para se ti hudhte kështu para se ti lansonte, gjithmonë ne ishim ata që e kishim atë impulsin e parë, edhe ashtu mund të them se na i shurdhonte edhe veshët ndonjëherë, ashtu se edhe zërin e ka pas. edhe vetë këndonte këtej edhe i jepte shumë volum këngëve, edhe normal, ajo gjithmonë do të më përcjell gjatë jetës, edhe ka shërby si një shembull shumë pozitiv për mu në jetë, nga kjo pjesa e artit edhe muzikës. Sigurisht, pastaj ajo pjesa nuk ka qenë e lehtë për ty, ke qenë në moshë shumë i ri, e gjithë bara pastaj ka kaluar nënës që është dashur të kujdeset për juve, Ka bëj rolin edhe të edhe natës. të nanës edhe të Po. babës, po keni qenë të ri të gjithë, ato fazat e vështira, besoj ajo i ka te kaluar to vështirësit më të mëdha pastaj vetë. Por besoj ju keni qenë aty për t'i dhënë përkrahje. Tjetër, po, atë sa kemi mund, domethënë në atë moshën e re, këtu edhe vllau i madh që e ka pas atë bar, normal që ka qenë shumë e vështirë, se kanë qenë periudha sfiduese, por mendoj se ajo periudhë na ka forcu dhe na ka kalit, domethënë na ka përgatit për një t'ardhme pak më kështu që t'na lehtësohet ajo rruga, t'jemi pak më t'gjindshëm, më Situatat e ndryshme pastaj në jetë ti përvalloni ma lehtë. besoj. ma lehtë, edhe pse ndoshta nuk është edhe aq e lehtë tash në ditët tani që flasim aktualisht, po normal secila periudhë i ka ato sfidat e veta. E Do dim të se përshtatemi, po. je shumë i rezervuar kështu për jetën tënde private, nuk flet shpesh, po a ka ndoshta ndonjë person për momentin në jetën tënde që të emocionon apo diçka të tillë ngjashme? Për momentin, jo, po të kishte diçka nuk jam edhe që dua ta fshej atë pjesë, se sado që mundohemi ne t'jemi të rezervuar, ndonjëherë do të del ndonjë kështu ose informatë, ose do të zbulohet diçka, se në fund ditës jemi persona publik dhe ja kemi kushtimisht për borxh publikut ton që të di çfarë ndodh me neve ose me kë jemi si jemi, por me të vërtetë tani nuk ka dikush kështu që
na emocionon kështu edhe na. Diçka për momentin jo, nuk e kemi në lidhje Jo, lindori jo, për jo, momentin. jo, single, Ende s'ka ndonjë unazja, mundeni me thonë. Për nga gjithë në familje ti je ende ai Unë jam ai që s'ka kriju familje. Jo, jo, e vërtet, e vërtet. Edhe pse për një artist, jo që dua tani të viktimizohem a diçka, po është pak më e vështirë të bëhet ajo zgjidhje se ashtu. Na shohim pak më ndryshe, na shohim pak Unë se keni për shqiptime. unë mendova se keni përparësi juve artistët se keni ma lehtë të gjeni. Duket ka televizori, Po ashtu mendova. ashtu duket se shpër një realitet tjetër. Donjëherë edhe ke përdor famën, ju të mbri ma lehtë do një. Ndoshta ka ndodhur Atë kur ka kemi ndodhur? qenë pak më të ri, normal në një gabim aty këtu, po që kur vjet te ky hapi më i rëndësishëm, që të vendosemi për një lidhje romantike pak më të thellë, tentime ka pas patjetër se njerëz jemi edhe ne nga mishi i gjaku, po që ende ndoshta Zoti se ka bo kismet ha? Okej. për personin e duam. Hajde tash të zbulojmë si buhet duket ajo vajza. Si duket, po ta disha unë si duket. E ke nxehtë. Do ishte të më thirr tash në telefon, të më shes. Do me thënë nuk e ndonjë kriter, a kështu. Kriter, tjetë ashtu pak me këmbë për tokë, tjetë normal familjare, me përkushtume në atë pjesë. Edhe ta kuptoj botën tënde. Normal, pak botën, pak ndonjëherë. Artistike, se nuk është edhe shumë lehtë me juve artistët. Po problemi është me na kuptu, është ndonjëherë, se edhe ne i kemi ato teket tona. Po. Pse jeni shumë që punoni shpesh gjatë natës. Gjatë natës, po, si që thash edhe unë kur bizem dum telefon, unë ashtu si hut i Hut, natës, po, vetëm natën jam jeni. aktiv edhe me ato mendimet kështu. Inspirimi atëherë është në kulm, po. E përmende pak më përpara, ndoshta edhe njerë kam bërë gabim, po sa në jetë do me thënë ke ndonjë gabim për të cilin je penduar edhe pastaj ke marrë mësim nga ajo. Po gabimet jam fakt mësuesi më i mirë i jetës, muj me thonë kështu ma shqip, edhe tash i vogël i madh normal ka pas lloj gabime që na kanë shërby për me na i mbajt një leksion në jetë. Kështu që jam falenderues edhe për ato gabime, se tani sado që unë kështu edhe si tip jam overthinker, I mendon shumë. te i mendoj, domethënë shtrydh trurin, shpesh ndoshta edhe prej natyrës që edhe shkruaj tekst edhe thellohem shumë në imagjinat, edhe ajo normal që pak klep pasove. Pasoja kështu, e kam fjalën, po. Kështu që edhe po tisha pishman çka do të ndryshonte. A kupton? Po, Nuk është se do bëja ndonjë ndryshim aty tani që muj ta kthej të kalumën e të përmirësoj pak çfarë të nuk është njëjtë, po. dorën tonë. Të njëjtin nga Por që do e bëj. nuk do po. Atë mësim do e merr. Atjetër, po do jesh mas sy qel, më larg pamës edhe do të dish ato rrugicat. Diçka në lidhje me karrierën, me punën. Po dhe me karrierën, pak edhe me dashni normal. Gjithmonë jemi të prirun ashtu të bëjmë gabime, kështu si gjithmonë kur kërkon edhe kur merr hapa, patjetër që diku do rrëzohesh, do mësosh, do lëndohesh pak, do të qohesh më i fortë, a kupton. Por kjo nuk duhet me na zmbraps, me na lënë mas, a kupton. Veç të kemi kujdes, të jemi ashtu ma vigjilent edhe Po. The që shumë i mendon do me thënë gjërat, i analizon edhe kur jemi këtu tek kjo overthinking jot, në qoftë se do t'ishe kthi pak në kohë, ti je ande i ri, po ja, zakonisht to gabimet bëhen kur jemi në atë moshën e adoleshencës ose çka do të kishe thënë vetes tënde si 18 vjeçar për shembull, sapo ke hyrë tani në atë moshën e madhore, çka do t'ishte ajo që tash do i kishe thënë vetes që në atë kohë ndoshta edhe nuk e ke ditë. për shembull, kjo që më penalizon mendimet e mia, sa do i ri atëherë që kam qenë, se jo gjithmonë ndodh për shembull ti ke mbush 18 edhe je pjek, se eksperiencat pjekin në fakt. A kupton, ajo eksperienca nuk ka moshë caktuar. Kështu që kurdo që ndodhin ato ca ti quaj ashtu ndodhit e mëdhaja ose ato epiket, atëherë e kupton se sa barë ke mbajt. Unë ashtu nëse nisem për pjekuri, unë mund të them se ndoshta edhe nga vdekja e prindit, Ajo të ka shumë herët që më ka ardhur ashtu pa prit, nuk kam ditë as si të reagoj, as si të sillem, as se kuptoja njerë atë peshën e humbjes edhe dhimbjes. Besoj edhe ajo ka lënë një impakt që
t'pjeken pak më shpejt, t'jem pak më i kujdesshëm, më ndoshta edhe më i respektueshëm ndaj tjerëve se gjithmonë të përcjell ajo hija kujdes se je djali i Djali i agronit, agronit, kështu po. Edhe ajo pak më ka penalizu në shumë raste edhe në karrierë muj me thonë kështu shlirë, por Se që me thua këtë. e them se ndonjëra i kujdesi i tepërt e respekti i tepërt nuk është edhe aq. Kështu që Apo të ndoshta si këshill do t'ja jep. dalësh nga vetja ose të bësh diçka ndryshe, po për faktin që Edhe qëllimin e mirë kur e ke, po në fakt ai qëllim nuk kuptohet nga rrethanat ose nga faktori i jashtëm, nuk kuptohet si qëllim i mirë, se jo gjithmonë mundet dikush me ta lexu zemrën ose ta shohin idejat ose çfarë vizioni ke, edhe keq kuptohen ato, kështu që duhet gjithmonë një balans e vendos. Atë balansin që se kam pas e vuj në të kalumën. cila është ndoshta ëndra jote më e madhe artistike që ti ende nuk e ke realizuar? Ëndra madhe artistike, pyetje shumë e bukur. S'më është vëu përpara. Nuk shif edhe ëndrat pak mundohem t'i kontrolloj që mos t'fantazoj shumë, mos futem shumë t'thellë se sa më shumë thellohemi në ato idetë se do e bëj këtë, se atë do arri, ato faktorët e jashtme gjithmonë janë si Dalin atë bariera, si pengesa që po. Edhe mundohem t'jem më i kapshëm me realitetin, a kupton, edhe t'jem sa më në tokë, kështu që unë gëzohem nga fakti që kam një rjetë mirë të njerëzve, të njohësive dhe mendoj se nëpërmjet atyre njohësive edhe disa personave pak që kanë ngel në showbiz që ta them kushtimisht ashtu ma dojnë të mirën, që edhe këtë e kam kuptu pak me vonesë, po. Se e mendoja tregun ashtu sikur shumë të breq. Ti që ke qenë shumë i sinqert, Po, menduar se gjithë po, punojnë ashtu. Po. nga njerëzit, normal, edhe këtu normal që vim pastaj ato ca gabime që duhet t'i bëjmë, se ndryshe s'bën, nëse se kalon atë rrugë problemesh që fitosh imunitet. Kështu që ëndra e madhe është vetëm që një ditë të më thot ajo alter ego, ajo vetja tjetër, të më thot që bravo, e ke bë krenar familjen, edhe mendoj se nuk jam në ato shkallë, kadal, po Ende nuk e ke po realizuar. që tani po, je shembull shumë i mirë, Po babi do ishte krenar. unë mendoj se Ton ti do e ke mirë, shumë, ja, nuk e di nga po do të vinë një ajo. energji e veçantë, në një sinjal, diçka pi jashtë, pi lart, besoj, por ende jam në ato hapa dhe besoj që sa vite do shkoj nuk e di, nuk është në dorën tonë, po me punë të mirë dhe cilësore. Po. Me thënë atë ke si ëndër, vazhdimisht që të arrish diku në një pikë të caktuar me të cilën pastaj do t'i bësh krenar edhe familjen tënde. Edhe por me shty si fakt, si ide ashtu që është një ëndër e kahmoqme, është edhe një koncert që dua t'ja realizoj babit, me kolekt që kam pas afërsi me të, domethënë kanë qenë miq të afërt babait, familjes tonë patjetër, edhe kjo është një ëndër e parealizuar. Një Që projekt është shumë i bukur, po, do punë, patjetër. angazhim, edhe don ti Edhe zgjosh kosto ka shumë për po prandaj edhe njerëzit e dur që do të ndihmojnë për ta realizu, por nuk dyshoj që do t'jenë shumë ata që do të ndihmojnë, pasi besoj që do t'jenë t'gatshëm gjithë për të bërë pjesë e këtij koncerti, ata që kanë bashkëpunuar me të madhin Agron Berisha. Nëse sot, ja tani edhe ne po filozofojmë pak po hametsoj. asozojmë pak edhe ne, për shembull, nëse ti sot do të kishe pasur mundësi ta kishe pasur një telefonat me babin, çfarë do ta pyesje ose çka do t'i thoje për veten? Kjo ke pak emocionuze, kështu e paramendova ashtu për një çast. Me tregu drejt, unë jam baj mend edhe numrin që e ka pas të fundit babi, domethënë që ka mbet si kujtim, edhe nuk më hiqet kur ai numër i telefonit, tash e di kështu në gjomë përmendsh, edhe veç që paramendoj ndonjëherë të më shfaqet ai display telefonit, që ai numri i tij do ishte s'di
nuk e dia do kisha forcë Ta nga pishësh diçka. pavesia, nga ajo që ta hapat edhe të përgjigjem. Po tani nëndra normal që t'vjen herë do kur, ko pas kohë, kështu t'vjen ai zë, komunikon, disi sikur Zoti na i ka lënë Atë mundësi. atë mundësi që ndonjëherë t'i kemi ashtu pranë edhe ndoshta t'marrim ndonjë mesazh të fshehur ose subliminal ashtu, ta quj me kode ashtu, që sadopak ajo pak të edukon në një formë, të edukon që t'jesh më i vëmendshëm edhe më i kujdesshëm veprimet e tua. Nuk e di, m'futet tash në mendime kështu Nuk do ta kishe, ndoshta thjesht do ta kishe pyetje ai krenar me mua. patjetër, po. Ndoshta çajo do ishte pyetja e parë, po atë kam bo krenar ose si dukem ose qa të bëj, ashtu diçka. Diçka e tillë definitivisht do ta kishim pas atë mundësi gjithsesi do ta kishte provu e do ta kishte dëshiru, po unë jam e sigurt që edhe ai po edhe gjithë familja jote janë krenar me punën që ti e ke bërë. Pak më kohë më përpara kur ti tani sapo solle një projekt të ri që përsëri lidhet me babin, është rikthimi i këngës Ëndër që e solle bashkë me Luiz Eillin. Unë të pata shkruar bile edhe mesazh në rrjetet sociale rreth Shumë mirë ta, për zove të thash lindot, turova. po me thënë ti ke një zë, ke një potencial shumë që nuk e shfrytëzon aq sa duhet, edhe të thash angazhoju Për me komplimente si kjo, do me thonë që t'japin kështu kurajo, shumë është edhe përgjithësi, edhe prandaj tona vinë edhe ato pauzat e gjata, kupton se si t'kthehem, si ta bëj, si jo kështu, jo ta. Për me të pauzat, pse i bën, i të vinë ashtu pa qëllim, Natyrshëm, pa qëllim, jo, nuk i ndonjë paramendim se kështu nuk i duhet. kalkulojmë shumë, ndoshta ndonjëherë bëjmë ndaj kalkulim një muj ose dy, por jo atë gjatë, pa kupton. Por vinë si pasojë, ndoshta është edhe ajo arsyeja pastaj që kur e shet që nuk të realizohen ca projekte më domethënse edhe që ti mendon se do të kenë impakt shumë të madh te publiku, kthehesh pastaj te kjo tjetra që është pak më e shpejtë. E gëzoj edhe faktin që kështu edhe shkruaj edhe komponoj për tjerë, siç tregova, kam edhe studio në shtëpi, kështu që e ktheja. Unë sërish u ndjeja vetja, kupton? Unë edhe aty jam vetja dhe plotësohem edhe me atë. Po këtu tani është diferenca kur je edhe kantautor edhe kur shkruan edhe për tjerë, që nuk kam ndonjë ego t'jap edhe tekste t'mira edhe për artista tjerë. Bile m'gëzon Ndonjëherë kur ata kanë projektet më të mira e ke për artistat e tjerë. Po, edhe këtë kritike kam pas, pse edhe këtë tekst ose e mur ai ose kjo këngëtare ose pse ti nuk e more, nuk e ndal. Unë nuk kam parashikime t'illa që nëse ja jap, tani kjo do bëhet yll ose vetës. Normal që secili don njerë për vete që t'ketë diçka cilësore, por unë nuk e kam atë ego. Për mua është një tekst cilësor. Kur Edhe krijon, kështu- domethënë kur shkruan ashtu tekste, kur e kupton që kjo është gati, domethënë tash është ky tekst tamam. Po e përsërit disa herë, shef ndonjë mundësi ashtu që mund të rregullohet, lekturohet pak ai materiali, e dorëzon, e sheh impaktin pastaj. Nëse ka reagim të mirë, pozitiv, normal që e lën ashtu. Po gjithmonë është edhe ajo hapësira që të ketë ndërhyrje të vogla, që ti përshtat. Po një prej teksteve tua më të njohura është teksti i këngës Nëntori të Arilenës. Si përfundoi teksti Nëntori tek zëri i Arilenës? Si përfundoi, po, pyetje mirë. Aty ishte normal, Darko ishte arkitekti, ta quaj kështu i gjithë kësaj gjës. Ai e filloi kështu si material, edhe më lujti në studio, normal që më emocionoi pa mas. Mora e shkrujta, ta them ashtu për një 20 minuta ose gjysore e kam bën në shtëpi. Po ti e ke ditur që është projekt për Arilenën apo thjesht e ke marrë si projekt? Po, ishte si, domethënë si demo material për Po të, nuk është- i targetum ishte ishte i prej Darkos, ko. Por, këtë që nuk e din publiku, Darko në një bisedë me atë, ashtu, pastaj unë mora atë material se edhe mu më emocionoi pa mas, se edhe nga kjo, nga teksti që doli, domethënë që nuk e prisja që do të del aq emocional edhe aq i kapshëm, ashtu shumë si janë lidhur ato vargjet, se në fillim këta që janë songwriters që i shkruajnë këngët, edhe e provojnë, e bëjnë një test version, ata e këndojnë, se
informacion, do me thonë t'ju shërbej këngëtarëve, që ta nuhasin edhe emocionin edhe atë akcentin, theksin, a kupton? Edhe u mahnit edhe Darko, si e këndova edhe unë, tha, pa do doja tha të futesh edhe ti, tha, në bashkëpunim me atë. Thash, nuk është qëllimi im të futem në për festivale, edhe kështu vetë nuk e kam pas një herë si artist skenik i festivaleve, do shta do të më vjetë dikur ajo dëshirë, nuk kam thënë as njerë që s'do dalë, po atëhere kisha atë sfidën, dëshmohem si tekst shkruas, si autori teksteve, i këngëve, se e kisha të regu vetëm paka shumë si artist në një pikë, kisha ca hite, ca ashtu që falë zotit kanë hes mirë, edhe këtu ishte ajo sfida si tekst shkruas, thash ndonjë mundësi tjetër, këtë herë nuk, Jo. edhe e lëshova atë mundësi, pastaj e gëzoj ajo zero sukses, po që Ajo po, ma ka çudit gjithë sukses ndërkombëtar, domethënë botëror, po, ajo ka qenë një emocion vete, kështu që më ka gëzu pa mas, edhe nuk i bi pishman as pak, se nuk duhet të kesh ego, po kthehem te ajo që kur të shkruash për tjerë, se përndryshe s'ka kuptim ti jesh autor i teksteve, se atëherë i bie sikur këto më të mira ti ruaj për vete, tjerëve t'ju jap shkele shko. Atëherë nuk je profesionist i punës. Po. Pastaj ti ke shkruar prapë edhe një tjetër tekst për Arilenën. Jo vetëm një. Edhe shumë tekste të tjerë. Një EP, mini album, pastaj edhe tek festivali këngës që e fituam me Darkan. Edhe aty për një sukses tjetër. Ai, domethënë ku kënga fitoi, po fatkeqësisht ndodhi Covidi. Po. Famkeq. Se jam i pa fat. Ato kanë ngel peng që pas ishe pjesë. Po, ti ishe pjesë e ekipit që shkonte pastaj në Eurovision. Po, edhe atë dësha me shiu si eksperiencë, po ja që ra ajo pandemi e drejtshit, u mbyllën me kufi me gjitha. Festivali nuk u mbajt. Jo, festival. U mbajt si online si një farë mënyrë. Version revial, ashtu vetëm u prezantojshin prej shteteve, po, aq. Edhe ja çfarë fati kam tani më thuj mu. Çfarë vati? Ti nuk do ndalesh, besoj. Jo. S'pak jo, ajo ka kalu, u bën ca vite që normal. Do të ketë një nëntori i dytë? Ato nuk e përcaktoj unë, e krejt varet prej materialit që të ofrohet, që të vjen. Sa të godet ajo. Nëse ti lidhesh me atë, a kupton e formon një farë lloj, një koneksion të veçantë, kupton, të bëhet si një lloj si foshnja jote të bëhet, kupton, e përçafon mirë. I përzgjedh artistët për të cilët shkruan apo? Isha edhe në pozit përpara, shqyre kam pas atë luks që Edhe pak edhe me përgjedh. Jo, Por ndonjëherë e mirja edhe si sfidë, për shembull ka qenë rasti i festivalit këngës, atëherë kur fitoi Arilena ishte një vit pas, po. Kam shkrujt edhe pse nuk ka qenë e lejume për 4 këngëtar, vetëm 2, domethënë një autor ka pas lejume vetëm për 2 këngë, tjetë autor, unë në 4 isha. 2 këngë janë nënshkrujta nanës, sikur ajo ka qenë tekst shkruese, e bona dha tekst shkruese. Ja. Kjo është pastaj një tjetër gjë që ti e bën zakonisht që qëndron shumë nën hije. Domethënë shpesh herë njerëzit nuk e dinë që prapa atij projekti të madh edhe të suksesshëm muzikor je ti. Si të bën të ndihesh kjo kur njerëzit pastaj habiten dhe thonë, pas ka qenë Lindoni që e ka shkruar. Jam operu për kësaj, kështu disi e marr shumë thjesht, se e di që e kam punë edhe nuk normal që përbën një kënaqësi shumë të veçantë, dhe është një farë lloj motivimi, shtesë, a kupton, frymëzohesh, edhe t'jep edhe përgjegjësi dhe ajo, se ndonjëherë edhe ka ndodhur për shembull ca materiale që nuk në një fazë caktuar nuk më kanë lidh fort edhe e kam lënë. Kupton, kam thënë për këtë material nuk jam fort se nuk më tërheq. Edhe më kanë mirë kuptu se e kanë ditë që nuk mund t'jap diçka vetëm sa me kalu rrava, në kupton, që mi heq qafës ta quaj kështu. Normal, kur krijon do të nxjerrësh më të mira nga vetja edhe
pastaj aty nënshkruhet embriot. Për atë do me thënë, luftojnë që ta mbajmë pak më ashtu Po. kujdes. Kur tham këtu i përzgjedh bashkëpunëtorët në pjesën e teksteve, po në pjesën e këndimit kemi parë që ke pas edhe bashkëpunime vetë me artistë tjerë, po ke ndoshta ndonjë artist me të cilin ti do kishe dashur, domethënë ta kishe një bashkëpunim që ende nuk e ke realizuar. Shtu nuk është se kam ndonjë pikë synim me këtë do bëja ose me këtë jo, se muzika është e ka një forcë, një fuqi që t'i bën njerëzit bashkë, t'i bashkoj në një ambient, edhe t'ua bashkoj edhe energjinë, edhe atë simbiozën t'a krijoj. Kështu që nuk është se normal që me këta top artistat që janë të momentit më trendi, gjithë kemi Po ma thuaj lloj një, dëshire. për shembull me cilin do kishe dashur ti. Po Ose se duhet edhe zëri pak të përshtatet edhe ngjyra. unë kam pas fatin Stili. punoj me artista seksum shumë që të kanë qenë sukses shumë në atë kohë, po edhe tani që vazhdojnë t'jenë, si në studio që kam punu për ata, për këngët e atyre edhe kështu si vokal. Po që nuk është se m'ka ndoshta hajt që pe jap një emën të ardhmen kështu, m'pëlqen për stilin tem Elvana për shembull, ndoshta të ardhmen nëse Një bëhet. projekt me Elvanën. Po, nuk i dihet tani ne Pasi nuk parashikon këta. Se gjithmonë Elvan ke tash jem material e darko ti edhe, e ta ti. tosh si opsion. Jo, si thon, unë kontaktin mund ta ndërtoj, ta bëj, po nuk vjen ajo ashtu, vetëm Nuk ardha. po shkele shposta. Por duhet materiali, mund ta ke materialin më të bukur në botë, por nëse nuk i përshtatet asaj kot. Kështu që uroj që ndonjëherë kur ta kem ndonjë ashtu që t'i ofrohet, pse jo? Mirë. Nuk do me doja dy herë, kështu. Me një. Kur jemi këtu tek muzika, si e shikon muzikën në sot, sa po të pëlqejnë këto artistët e ri, këto trendet të reja, sa po i ndjek, çfarë mendimi ke? Hajde tash këtu pak aktivizëm. Do e lidhja këtë muzikën, disi nuk po e din edhe artistat, disi janë me një ashtu amulli, një farë zdi, nuk e di, janë konfuz, nuk e din ma dhe qa hes. Po, edhe po luftojnë, tani jemi në atë fazën që po luftojnë ta kapin atë viralitetin, edhe algoritmin e rjetëve. Po jo, qa bojnë tash, po, të bukur. marrin një material të shkurt, e testojnë vetëm. I japin një 3-4 ditë ashtu, e shojnë pak si kalon te publiku. E pranoj publiku, reagon, atër pastaj nuk e shojnë cilësin, nuk fokuson të cilësia, se qa mesazhe dën me përcjell të ata, se ndonjë emocion t'ua përcjellin, po vetëm ashtu ma shkurt shqip popullor që qa e ham publiku. Nuk është më Sërdu, po. si në kohën e më pashme kur krijohej kënga dhe këngë që pastaj jetonin, pasi gjitha këto projektet e reja që po dalin, do me thënë po, ju mungon jetëgjatësia, janë gjitha projekte sezonale. Edhe sezonale tash është bo Problem. fjallë e madhe. Po, si, do shta 2-3 muaj përpara, po, edhe mu për shembull këngë do më kanë zgjat disa muaj ta quaj ashtu. Ato që kanë qenë pak më komerciale, ashtu më ritmike më. Po tash atë gjatë nuk po mbijetojnë, a kupton se mbulohesh gjithmonë. Pastaj normal edhe volumi i lancimeve, e shoh edhe mungesën të artistat e ri, se janë mbulu. Do shta edhe nga Afrika këto figurat më të mëdha. A thuhet se këta artistat e mëdhej duhet pak t'ju lanë hapësirë më shumë këngëtarëve të ri. Përpara nuk ka pas rregulla, mendoj normal klane ka pas, edhe tani ekzistojnë, po sikur i kanë forcu klanet edhe akoma më shumë. Edhe mban edhe më fort. Për shembull, ata që janë disa emra edhe kombinohen. Jo njerë bëjnë 2 artista featuring, pastaj 3, a kupton, vetëm me mbajt vëmendjen aty, mos mu shpërnda. Po tani qa ka tash një problem shtes, një bar shtes, tani është nda vëmendja, tani e kemi edhe Big Brotheri. Big Brotheri është estradë në veti. Si mund është ti me te kalu? Me te kalu Big Brother. Në gjatë kësaj periude nuk duhet krijohet, është problema, tani po e them kështu pa pikë turpi, ose është problem, është edhe rrezik, se për shembull ti bën një investim, investohesh aty, jo nerva, jo financa, jo më thave thash, në fund për shembull ti mbulohesh nga ato ta quaj skandalet ose fjalosjet ose
degenerimet që Ka, ta a kupton? Edhe je pak situata ashtu pak. Domethënë nuk jemi në rrugën e mirë si estradë. Nuk e di sa do shkoj, tash është bo një farë lloj një filtr shumë i vështirë për një artist, domethënë Tani domethënë në këtë situatë edhe këto artistët e mirëfillt që sillen me projekte si mira po e huajnë këtë situatë. Se edhe nëse ka projekt shumë i mirë edhe ai nuk po arrin të mbijetojë. unë personalisht se tani u hap pak dhe inicova këtë pjesën e Big Brotherit, unë kisha fat me një këngë artistike që ja dedikova babit, se edhe pse nuk isha banor aty, indirekt jem banor. Po. Se ma kanë lujt këngën një 10 herë mas pakti, po i me thonë kështu. Edhe se më kanë dërgu vazhdimisht video edhe knatësia ma e madhe për mu që ka qenë, se edhe pse nuk jam si tip që ndoshta e shoh veten në formate të Po, tilla. a do të kisha të pyeta, do ishe Okej, ruaj atë pyetje. po të pyes tash do kishe hytit si edhe ose jo. Knatësia ma e madhe te unë që këto periudhë ka qenë ishte se Je ndërkohë komentu vazhdimisht edhe aty. po edhe nga banorët. Po, edhe nga banorët. Nga banorët. Po kjo ishte një knatësi e veçantë dhe thash, wow, Se e di periudhë shumë të vështirë. je dinin këngë. Po, dyshin informata që edhe nuk e prisja që edhe kolegë njëjtë që e bëjnë punën si unë që e bëj si tek shkruese si Rozana Radi e këta. Më thonë ishte knatësi e veçantë për mu. Për atë edhe ajo njëjtë jep përgjegjësi. Edhe është një reklam shumë e mirë, ta quaj kështu. Edhe tash nuk e di. Ndoshta në një të ardhme në fillim njerë nuk për karakterin që e kam nuk jam ashtu konfliktual, nuk dua ashtu të fjalosem, drama shumë, po ndoshta Si eksperiencë mund të ishte interesant. po ashtu kam marrë edhe unë te bindi vetë. Tani po, shumica po e marrin thjesht si eksperiencë e cila për shumë artist dikë e ka ul, por Ka fundos, tjetër, është një trampolinë e quaj Big Brotherin që tamam si ajo si ka me dy te. me dy teja, po krejt në varet ti që do japësh nga vetja, çfarë vlera do të prezantosh edhe a e ke fatin që ju hish pak në qef publikut, a kupton, edhe si çfarë interaksioni ti bën me ata. A kupton? Kështu që unë e shoh tash si e kam analizu kështu thellësisht, se nga pak edhe unë e përcjelli, normal, ndonjë prime aty me nanë shpejt. Nuk na hik, normal. Plus sado që nuk e shikon në televizion edhe dali në përjetë, se ta bllokojnë gjithë vëmendjen, a kupton? Edhe tani kam fillu ta bind veten që në base, në të ardhmen, kjo të katapulton në një tjetër stad, a kupton? Ta jep atë vëmendjen që ty ndoshta pak tu ka zbe, e ke Big Brotherin edhe hece la, po hece. Nëse normal luan meqëm, sa ty duhet pak t'jesh edhe psikolog edhe ti studiosh ato shtresat e personaliteteve që i kanë edhe që ti jesh pak më i rezervum në raste, po kur duhet edhe se tani si eksperta u bëna. Tu te Big Brotheri, edhe do të flasim pikërisht për projektin e fundit me bashkëpunimin me këtë rast fituesin e edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, Luis Elin, i cili me sa e di unë që kur ka qenë atë brenda e ka përmend domethënë dëshirën e tij për të sjell një këngë të Agron Berishës për ta ripërpunu edhe më duket shumë më përpara të ka kontaktu se sa tani që keni realizu projektin, apo si ka qenë? Po, ta përshkruj pak në pika të shkurta historinë. Ai në disa raste që janë dhënë edhe sfida që kanë realizu ca audicione, po edhe kështu që është lujt kënga ose edhe vetë. Domethënë janë mbledh kanë këndu. Disa herë edhe vetë personalisht e kam kap ashtu në flagrans të këndu këngën e babit, edhe ajo normal që aty mu merr fakt si ide që ta krijoj një kontakt. Edhe sa do i vështirë që është, por atë edhe kjo duhet shërbej edhe si këshill edhe për rinin që mos të heqin dorë nga ëndrat ose vizionet që i kanë ose t'jenë më këmbgulës, domethënë kur ta fiksojnë kokë, luftojnë që ta gjejnë mënyra, po, hiq, mos të pranojnë jo. Kështu isha unë nëpërmjet Arianit, shokut tim, që du ta përshëndes Demollin. Ai e realizoi kontaktin edhe me televizionin atër, me menaxhmentin që ishte, me Top Channelin, po nuk u bën atë fazë,
ka shku shumë gjatë deri në realizim, po t'rregoj kam pas shumë sfida, shumë pengesa, mos ti tani në detaje tjera se janë të panevojshme. Rëndësi ka që erdh u realizu qëllimi, caku që e kisha. Se se shifja që edhe ati flen shpirt, si nga stili, si Pse veçuat pikërisht atë këngë? Ishte dëshira jote t'jetë pikërisht ajo këngë apo? unë kisha tjetër ide, Ai Luizi, po, ju përshtata pak dëshirës ti se edhe doli më mirë që Cilën e ke pas ti si këngë? vetëm 5 minuta. Ma argëtuese pak. Pak më rëktuse, po që edhe për mu ishte sfide veçantë se tani unë sado që e kam trashëgu talentin e babit, nuk është stili Stilin e ke tjetër. Të rryma i ka lëvru e tjetër kam. Po Nuat e solët në një verzion 3 modern, interesant. Po normal Dorkës, legjendari Darko Dimitrov është shkat freka e kthen në art. Tua të ma përshkruash atë emocionin kur e dëgjove për herë të parë versionin final, domethënë të këngës të kënduar kësaj radhe nga ti është Luizi. Se nuk e di edhe Luizi ashtu boj padurushëm edhe ma nis versionin tjetër, a keni diçka të gatshme, ashtu ishte i padurushëm derisa ta kemi atë materialin final. Edhe prej demos parë, demoja e parë ka t'ingullu shumë më thjesht, me pak instrumente, aty i lam bresa që do e bëjmë se s'bëm, a kupton? Po që ishin ato pengesat menaxheriale që nuk mundnim ta realizojmë në periudhën ne që dojsh. Se ka një vit e ca që na shkoj kështu Duke zvarr, po. bisedu. Duke bisedu. Fakt, ai nuk e fajsoj atë. Se them kështu se artisti nuk ka kur fare. Po unë e di që e respektoj atë hierarkinë. Domethënë një artist kur ka menaxher, unë kam punë me menaxhmentin, s'kam punë me artistin. Se ashtu nesër edhe mu, kur do ndikush me më kontaktu, më ka kontaktu te menaxheri. Se duhen më respektu ato pozitat, ka kupton, s'unë i bën gjitha vet. Po, ke pas ndonjëherë ti probleme kështu me menaxhment, me Probleme ka pas, normal, se edhe nga ato probleme kemi mësu, nuk është i lehtë si rrugtim, po gjithmonë janë ato paknatësit, a kupton, ajo prapaskena nuk është e lehtë, se ato gjëra që ne nuk i dim, domethënë. duket diçka thuhet një pezëm një hajt ta quash një përqindje ose diçka del krejt tjetër, diçka tjetër del, ndryshojmë fjalë shumë, është natyra e showbizit ashtu, edhe këtu mu ka dash shumë kohë që ta procesoj këtë edhe ta fus në vete që t'jem më i durushëm. Edhe duket se e ke marrë veten Po, mirë. po, shqyr ka dhe zoti, mirë, na o dash kohë, normal edhe muzikën e kam pas si terapi, krijimin e muzikës ma saktësisht, këtu më kanë ndihmu mi te i kalu shumë bariera psikologjike, sa kur kanë qenë edhe periudha të errta që nuk kam pas frymëzim të punoj. Kush të ka ndihmuar në ato momente? Po gjërat e thjeshta, ashtu socializohesh, dalësh, mos ti japësh errësirës hapësirë, a kupton? Mos të vetmohesh shumë. Edhe pse edhe vetmia ndonjëherë ka atë impaktin e dur. Ndonjëherë ke nevojë edhe me veten, dalësh në një kafe vet, ashtu të mendosh, ti lëshosh mendimet kështu. Mikullopa. Po. Ndoshta atëherë dalin edhe krijimet më të bukura. Po, ja cakton vetes një ashtu një to-do list, ashtu edhe ti përcjellesh ato hapa. Pak normal që den nga disiplina, po që është vetëm e përkohshme. Ke diçka tani që do të prisim të ri nga Lindoni, po punon me diçka ti se ke mbledh shumë. Po, bagazhi, Bagazhi, se diku 20-22 këngë ashtu, ca janë deri në gjysmë, sa të fillume, janë ashtu në kokë që i kam me tituj, me gjitha i kam dokumentu, edhe besoj që me kohë ato do t'ju vjen dita që t'jetë shohën. Nuk është Shpejt nuk mund të them që shumë shpejt, se ishte një plan edhe një bashkëpunim tjetër, po që edhe ajo është pak në proces, në bisedime, nuk është pak aq e lehtë. Procedurat e komplikume. Po, showbizit, po. Po, besoj që do t'ja dalësh edhe sigurisht ne të urojmë shumë sukses në punën tënde. Thash po t'jemi në pritje të projekteve tua muzikore, pasi të thashë po ta them edhe një herë ti ke një potencial shumë të madh, të veçantë që
Në estradën tonë mungon, domethënë tamam ai tingulli i zërit tonë, shpesh herë ke qenë edhe back vokal në shumë këngë, Po, para se projekte vija si artist, po vetë kam muzikore, ashtu po. që edhe nuk e kemi ditur që ka qenë zëriet, kemi mendu se është marrë nga Antoni Jamaican, ku e ti unë ti ku nga jashtë për Po, shembull ata nuk është se ka nga e Tunës apo nuk e Po, di. te Tuna, te Ermali, Ditoni, ka të disa shumë më herët që kam Dhe nuk e bërë kemi ditur se ato Po ata pak nuk janë nuk zërit. ju jepet tani është pak edhe normale se në shtete tjera normal në Europë kështu edhe ata ofruan, po. Po them kështu troç që ata ju jepet një far krediti, një far merite. Po te ne ashtu, vetëm shkruajt kush e ka bërë. Tek shkruasi autor, Po autor ja, po po. edhe pastaj këta back vokalistat ngelin ashtu në aftësi. A pse ja japin ata që jenë më të mirë, ndoshta këngës? Si unë nuk e di, s'mo ato të publika. Po zguxoj me thonë. Po. Okej, Lindon, të falenderojmë shumë që u bëre pjesë e këtij podcastit ton, e bëm një bisedë shumë të këndshme, besoj zbuluam edhe gjëra tjera interesante nga ti, nga showbizi, gjëra që nuk i kishin jo verit, po, ndoshta shumë gjëra i lam edhe pa i prek, edhe pa i thënë, pasi Tu e bëjmë edhe pjesën e dytë kur dush. patjetër, Pa merak. patjetër se po, faleminderit shumë që më Ishte kënaqësi për mu që kisha hapësirë edhe unë të shpalos këto detaje rreth një copë ta quaj ashtu tjetës time dhe shpresoj që shihemi në një të ardhme të afërt me projekte me risi. sigurisht. Vetëm suksese ju uroj. Faleminderit shumë. Dhe ne edhe një herë falenderojmë që u bëre pjesë e këtij podcasti, gjithashtu i falenderojmë edhe gjithë ata që na kanë ndjekur në YouTube edhe në rrjetet tona sociale. Ne u takojmë përsëri javën tjetër me podcastin e radhës.